tani në të gjithë vendin janë administruar mbi 130.000 doza. Që është përqindja e atyre që duhet vaksinuar? Po, që duhet vaksinuar mbi grupet prioritare dhe jemi shumë okay. Ndërsa lidhur me një VKSH Lezhës janë mbi 3.500 doza. Na shumë mirë, na të kënaqur. Jemi të kënaqur? Shumë. Po thamë në shërbim tuaj jemi, kështu që ata po presin bon vaksinën. Zonja po më tregonte pak më parë që kam një vit që nuk jam smurur, ata që po kam bërë vaksinën vitin e kaluar. Së bashku me njësitë vendore të kujdesit shëndetësor dhe me qendrat e kujdesit shëndetësor parësor punojnë shumë dhe drejt ndërgjegjësimit popullatës, pasi kjo është e rëndësishme hershme, zbulimi i hershëm, kapja e një problemi shëndetësor të hershëm, ne themi shpesh që parandalon dhe sidomos një ngjarje madhore kardiovaskulare në 10 vitet e ardhshme, duke zbuluar sa më herët. Shumë e rëndësishme dhe kushtet absolutisht, të gjitha të rrues vaksinave. Në zinxhir ftohës që bëjmë kontrollet, monitorimet nëpërmjet sektorit tonë të epidemiologjisë, janë në kontakt të përditshëm me vaksinatorët në çdo qendër shëndetësore dhe ambulancë. Drejtuesi ka vizionin, nuk mikromenaxhon, la hapësirë, kontrollon atje ku duhet. Stafi është i motivuar, e gjitha është motivacion.